Pse njerëzit të testojnë emocionalisht? Disa njerëz nuk të thonë direkt çfarë ndjejnë. Ata të testojnë. Një ditë afrohen shumë. Të japin vëmendje. Kujdes. Mesazhe gjithë natën. Pastaj papritur bëhen të ftohtë. Vonojnë përgjigjet. Distancohen. Sillen sikur nuk ju intereson më. Dhe ti mbetesh duke pyetur veten, çfarë ndryshoi? A bëra diçka gabim? Apo humb interesin? Por ndonjëherë ajo që duket si ftohtësi nuk është mungesë ndjenjash. Është test emocional. Dhe ndoshta kjo është një nga gjërat më të lodhshme në marrëdhëniet moderne. Sepse shumë njerëz sot nuk komunikojnë emocionet e tyre me sinqeritet. I testojnë. Ka diçka shumë interesante tek natyra njerëzore. Kur njeriu ndihet emocionalisht i pasigurt, shpesh nuk kërkon qartësi. Kërkon kontroll. Dhe ndonjëherë testet emocionale janë mënyra për të kontrolluar frikën e brendshme. Frikën nga refuzimi, nga humbja, nga mungesa e vlerës. Psikologjia moderne e lidh këtë me attachment insecurity, pasiguri emocionale në lidhje. Ka njerëz që duan afërsi por kanë frikë prej saj në të njëjtën kohë. Prandaj nuk komunikojnë direkt. Nuk thonë, më pëlqen. Kam frikë të humbas. Kam nevojë për siguri. Në vend të kësaj testojnë. Shikojnë si reagon. Shikojnë sa shumë do durosh. Sa shumë do kërkosh. Sa shumë do luftosh për ta. Dhe kjo krijon marrëdhënie shumë të lodhshme emocionalisht. Sepse një person po përpiqet të kuptojë çfarë po ndodh ndërsa tjetri po lufton me pasiguritë e veta. Ka njerëz që bëhen të ftohtë vetëm për të parë nëse do i kërkosh. Ka njerëz që postojnë gjëra për të bërë dikë xheloz. Ka njerëz që largohen pak vetëm për të parë nëse do i ndjekësh. Ka njerëz që vonojnë përgjigjet me qëllim vetëm për të mos u dukur shumë të interesuar. Dhe problemi është se shumë njerëz sot e quajnë këtë normal. Por në realitet, shumica e këtyre sjelljeve vijnë nga pasiguria emocionale. Sepse njerëzit emocionalisht të qetë nuk kanë nevojë të luajnë lojra. Ata komunikojnë. Ka diçka shumë moderne tek kjo. Rrjetet sociale kanë krijuar një kulturë ku shumë njerëz kanë frikë të duken emocionalisht të sinqertë. Sepse sot, të interesohesh shumë shpesh shihet si dobësi. Të përgjigjesh shpejt shihet si mungesë vlere. Të jesh i qartë emocionalisht shihet si vulnerabilitet. Prandaj shumë njerëz fillojnë të luajnë role. Të duken më të ftohtë se ç'janë. Më indiferent. Më të distancuar. Sepse mendojnë se kontrolli emocional i bën më të fuqishëm. Por e vërteta është krejt ndryshe. Njerëzit që testojnë vazhdimisht zakonisht nuk ndihen të sigurt emocionalisht. Sepse kur njeriu ndihet realisht i sigurt, nuk ka nevojë të manipulojë emocionet e tjetrit për të marrë vërtetim. Ka edhe ego brenda gjithë kësaj. Disa njerëz duan të ndihen të dëshiruar vazhdimisht. Kanë nevojë për prova konstante që dikush po mendon për ta. Që po lufton për ta. Që po i kërkon. Prandaj krijojnë distancë artificiale vetëm për të parë reagimin. Dhe për një moment, kjo mund t'u jap ndjesi kontrolli. Por gradualisht shkatëron qetësinë e lidhjes. Sepse dashuria nuk duhet të ndihet si test i vazhdueshëm. Marcus Aurelius shkruante, njeriu i qetë nuk ka nevojë të provojë fuqinë e tij mbi të tjerët. Dhe ndoshta kjo vlen edhe emocionalisht. Njerëzit emocionalisht të pjekur nuk testojnë vazhdimisht ndjenjat e dikujt. Ata flasin, shprehen, krijojnë siguri, jo konfuzion. Ka njerëz që të testojnë sepse janë lënduar më parë. Kanë besuar dikur. Janë hapur emocionalisht. Dhe janë zhgënjur. Prandaj tani kanë frikë të lidhen plotësisht. Kanë frikë të duken shumë emocional. Shumë të interesuar. Shumë vulnerabël. Dhe për të mbrojtur veten fillojnë të testojnë të tjerët. Jo gjithmonë sepse janë manipulues. Ndonjëherë sepse janë të frikësuar. Carl Jung besonte se njerëzit shpesh krijojnë mekanizma mbrojtës për të fshehur plagët e tyre emocionale. Dhe ndonjëherë testet emocionale janë pikërisht kjo. Një mbrojtje. Një mënyrë për të mos u ndier të pambrojtur. Por problemi është se kur dikush teston vazhdimisht, lidhja fillon të humbas qetësinë.
sepse personi tjetër fillon të jetojë në paqartësi. Nuk e di çfarë ndjen. Nuk e di ku qëndroj. Nuk e di nëse është real apo lojë. Dhe gradualisht kjo krijon lodhje emocionale. Ka diçka shumë të rëndësishme që shumë njerëz nuk e kuptojnë. Njerëzit që të duan realisht nuk kanë nevojë të vendosin vazhdimisht në provë. Sepse dashuria e pjekur kërkon qartësi. Jo lojëra. Ka një ndryshim shumë të madh mes të mbrosh zemrën tënde dhe të manipulosh emocionet e dikujt. Shumë njerëz i ngatërrojnë këto dy gjëra. Mendojnë se duke u bërë të ftohtë do duken më të vlefshëm. Duke mos treguar emocione do kenë më shumë kontroll. Por në realitet kjo vetëm krijon distancë. Nietzsche shkruante, njerëzit kanë më shumë frikë nga sinqeriteti sesa nga vetmia. Dhe ndoshta kjo është shumë e vërtetë sot. Sepse shumë njerëz kanë frikë të thonë, më pëlqen. Më mungon. Kam nevojë për ty. Kam frikë të humbas. Prandaj, fshehen pas mixet signals, pas heshtjes, pas lojrave emocionale, pas krenarisë. Por krenaria emocionale shpesh shkatëron lidhje që mund të kishin qenë reale. Ka edhe njerëz që testojnë sepse duan siguri por nuk dinë si ta kërkojnë shëndetshëm. Prandaj bëhen hot and cold. Afrohen. Largohen. Kthehen. Distancohen përsëri. Dhe personi tjetër fillon të ndihet emocionalisht i humbur. Psikologjia moderne e lidh këtë me anxious attachment dhe avoidant attachment. Disa njerëz kanë nevojë për afërsi por tremben kur e marrin atë. Prandaj krijojnë kaos emocional. Sepse qetësia emocionale u duket e huaj. Ka njerëz që janë mësuar aq shumë me paqëndrueshmëri sa stabiliteti fillon t'u duket i mërzitshëm. Dhe kjo është shumë tragjike. Sepse lidhjet më të shëndetshme zakonisht janë më të qeta. Jo më dramatike. Jo më konfuze. Jo më toksike. Por shumë njerëz modern janë bërë të varur nga intensiteti emocional. Prandaj ngatërrojnë paqen me mungesën e ndjenjave. Dhe lojrat me pasionin. Por dashuria e pjekur nuk ka nevojë për teste të vazhdueshme. Nuk ka nevojë të krijojë xhelozi artificiale. Nuk ka nevojë të lëndojë për të marrë vëmendje. Sepse njerëzit emocionalisht të sigurt nuk kanë nevojë të kontrollojnë emocionet e dikujt tjetër për t'u ndier të vlefshëm. Ka diçka shumë të lodhshme tek marrëdhëniet ku gjithmonë duhet të analizosh gjithçka. Pse u ftoh? Pse nuk shkruan? Pse po sillet ndryshe? Pse po më teston? Dhe gradualisht lidhja bëhet stres, jo qetësi. Erich Fromm shkruante se dashuria e shëndetshme krijon siguri emocionale, jo ankth konstant. Dhe ndoshta ky është dallimi më i madh mes lidhjeve të pjekura dhe atyre të paqarta. Në lidhjet e pjekura, njerëzit nuk kanë nevojë të testojnë vazhdimisht njëri tjetrin. Sepse komunikimi është i qartë. Qëllimet janë të qarta. Ndjenjat janë të qarta. Ka respekt. Ka qetësi. Ka stabilitet emocional. Dhe ndoshta kjo është forma më e rrallë e dashurisë sot. Një lidhje ku nuk duhet të deshifrosh çdo sjellje. Ku nuk duhet të jetosh me ankth emocional. Ku nuk duhet të kalosh net duke pyetur veten, a më do vërtet? Sepse dashuria reale nuk duhet të ndihet si lojë psikologjike. Ajo duhet të ndihet si qetësi. Dhe ndoshta pjekuria emocionale fillon pikërisht aty. Kur njeriu ndalon së testuari njerëzit dhe fillon të komunikojë sinqerisht. Sepse në fund, lidhjet më të forta nuk ndërtohen mbi lojra emocionale. Ndërtohen mbi siguri, mbi qartësi, mbi qetësi, dhe mbi guximin për të qenë real. Abonohu në kanal për më shumë video rreth psikologjisë, emocioneve, marrëdhënieve dhe anës së heshtur të natyrës njerëzore. Ndoshta disa biseda dëgjohen më mirë natën.